Përfundoi rikonstruimi dhe u lëshua në përdorim rruga rajonale Ohër-Shënaum me një investim prej 11.7 milion eurove. Janë rehabilituar dhe modernizuar 24.3 kilometra të rrugës, duke mundesuar qasje më të sigurt dhe më të shpejt drejt një prej zonave më të rëndësishme turistike të vendit. Го пуштаме во употреба реконструираниот регионален пат од Охрид до Светинаум, пат кој беше заборавен. Пат кој го заслужуваше Охрид, го заслужуваа граѓаните, туристите и сега конечно го добиваме. Со инвестиција од 11,7 милиони евра реконструирани се 24,3 километри современ магистрален пат. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski theksoi rëndësinë strategjike të këtij projekti. Особено ми е драго што овој пат се реализира. Овој пат е витален за целото крајбрежје, за целиот туризам. Drejtori i ndërmarrjes publike rrugët shtetërore, Goce Trajanovski, vlerësoi se ky është një nga projektet kyçe infrastrukturore që përfundon me sukses. Ai paralajmëroi se së shpejti do të lëshohen në përdorim edhe një sër projekte të tjera në mbar vendin. Горцук што можам да објавам дека во рок го завршивме една од значајна инвестиција, а тоа е рехабилитацијата на магистралниот пат Охрид-Светинаум. Kryetari i Ohrit Kirill Pecakov shprehu mirënjohjen e tij duke thënë se u zgjidh një nga problemet më të mëdha infrastrukturore që kishin si komunë. Отвора нови хоризонти за охридскиот туризам. Новиот пат значи побезбеден пристап на туристите од и кон Охрид. Pritet të shihet nëse këtë verë do të lëshohen në përdorim edhe 40 kilometrat e para të autostradës Kërqov-Ohër, gjithësisht nga fshati Arbinov deri në Ohër, që u premtuan se do të jenë gati në fund të muajit maj, por që nuk u arrit përfundimi i së njëjtës.